Çfarë do të thotë në të vërtetë meditim? Meditim do të thotë kalosh kohë me mendimet e tua. Nuk e di se si ua shpjegojnë të tjerët në momentin kur ju kërkojnë që të paguani kurse me shifra maramense ose ku di una. Ndoshta mund t'ju shesin më shumë gjëra, ndoshta mund t'ua bëjnë më të vështirë që t'ju duket në fund të ditës sikur vërtet nuk jeni ju ata që po ja dilni mban, sikur është problemi tek ju, por në fakt nuk është problemi tek ju. Kjo është meditimi. Meditimi ka të bëjë pikërisht me këtë. Një mendim që mund të ketë bezdisur gjatë gjithë ditës, fjala vjen, ore nuk ka asnjë lloj problemi që ti të shprehesh edhe me urrejtje ndaj një personi. Në mendjen tënde, ti mund të bësh çfarë të duash. Absolutisht çfarë të duash. Liria jote përfundon aty ku ti cënon lirinë e tjetrit. E sa kohë nuk jemi duke cënuar lirinë e askujt tjetër, sepse në fund ditës ti je me mendimet e tua, ti mund të bësh çdo gjë që ti do. Absolutisht çdo gjë që ti do. Është vullnet i lirë. Dhe këtë vullnet të lirë nuk ka asnjë lloj problemi nëse ti do thuash, edhe nuk ka asnjë lloj mendimi negativ apo mendimi mjaftueshëm të keq. Sepse në një moment të caktuar mundet thjesht të çlirojë. Fakti që ti ndjen shumë emocione, konfuzion, mërzi, inat, urrejtje, dashuri, lumturi, nuk e di, të gjitha këto llojet e emocioneve, në momentin që i ndjen, janë të gjitha shumë të mira. Problemi me të gjitha emocionet fillon atëherë kur ti i thjesht i vendos ato të struken, pra të shtypen dhe derisa shpërthejnë në një moment të caktuar. Atëherë është problem. Nuk duhet lënë e ndrydhur as dashuria. Sigurisht nëse ti e ndjen për t'i thënë dikujt të dua, nuk ka asnjë lloj rregulli që duhet djali të thotë të dua përpara vajzës, nëse vajza e ndjen sigurisht që mund ta thotë. Nuk ka asnjë lloj problemi që ti të mendosh me mendimet e tua se diçka vërtet nuk shkon. Edhe të thuash që, okay, kjo gjëja vërtet nuk shkon, këtë gjën e kam inat, këtë gjën e urrej, këtë gjën dua ta injoroj, këtë gjën nuk ka asnjë lloj problemi. Je me mendimet e tua, je në lirinë më të madhe, je në vendin ku ti je totalisht e sigurt. Edhe mundesh vërtet mendosh çdo lloj gjëje. Dhe në momentin që ti i mendon dhe i ndjen dhe i proceson pikërisht këto lloj emocionesh, është mënyra më e mirë se si ti t'ja dalësh. T'ja dalësh ta plotësosh atë meditimin në të gjitha anët e saj. Në 360 gradë, jo vetëm 180, jo vetëm atë çfarë ti sheh me sy, por edhe brenda, pra në 360 gradë. Ti mundesh vërtet ta kompletosh meditimin tënd, si duke ndjerë të gjitha emocionet. Duke ndjerë absolutisht të gjitha emocionet. Dhe kjo është e vetmja mënyrë se si mundesh vërtet. Edhe nuk ka asnjë lloj problemi nëse ti ndjen që diçka të bezdis. Thuaja vetes, shprehe dhe me inat. Shaje dikë, nuk e di. Nuk ka asnjë lloj problemi, në fund të ditës nuk ka asnjë lloj problemi. Pastaj ditën tjetër mund të dalësh edhe ti e ke kaluar, e ke procesuar si emocion. Në momentin që ti një emocion, qoftë edhe negative, proceson, e gjitha ajo bëhet shumë herë më e lehtë. Por ideja është që ndonjëherë është më mirë që ti të bëhesh pak psikolog, pak terapist i vetes tënde. Në momentin që ti e ke një lloj emocioni, ulu dhe shkruaje. Do ta nxjerrësh ato emocione deri në pikën ku ti e zgaravit atë letrën, e shkruan emrin, e zgaravit atë letrën, edhe thua 100 gjëra, shaje, përshtyje, nuk e di, thjesht nxirre. Do të bëj të ndjesh 100 herë më mirë. E di çfarë do sugjeronte një psikoterapist? Nëse ti do shkoj dhe do paguaje, fjala vjen 40.000 lekë për një seancë, po them për rastet në Shqipëri. Ndoshta jashtë shtetit janë më shtrenjtë, duke qenë se edhe pagesat janë ndryshe. Për këtë rast, pra nëse ti do thojë thjesht kam akumuluar inat, kam akumuluar mërzi dhe nuk jam e qetë në mendimet e mia, do sugjeronin që ti të shkoje
në një anger room, një dhomë për menaxhimin e inatit. E di çfarë do bëj atje, do thyje pjata. Nuk ke pse ta lësh veten tënde të akumulosh inat, mërzi, urrejtje deri në atë pikë sa ti të shkosh edhe thjesht kërcasësh pjatat për muri dhe të mendosh që po të çlirohesh. Jo, mund të ulesh edhe ta shkruash në një letër. Asaj letrës vi flakën dhe mbaroj, merr frymthell, jeta vazhdon. Shka që thjesht. Nëse do të kisha nisur një kurs meditimi, një kurs fjala vjen afat gjatë meditimi, gjë që patjetër, se jo, mund të jetë kjo dita e parë e një kursi meditimi. Kjo do të ishte dita e parë. Dita e parë është thjesht nxirr dhe shprehet çdo gjë që ti mendon se po të merr fokusin. Pra, çdo gjë, meditimi të ndihmon që ti ta mprehësh këtë fokus. Pra, largo nga rruga çdo gjë tjetër që këtë fokusin nuk të le që ti ta kesh plotësisht. Çfarë ndodh me njeriu pa meditim? Çfarë ndodh me njeriu gjatë meditimit? Dhe çfarë ndodh me njeriu pasi ka medituar? Të përpiqemi të kuptojmë pse nuk arrim dot të meditojmë, gjë që për mendimin tim është e pamundur. Gjithë njerëzit arrin të meditojnë, sepse thjesht që ti të shprehësh gjërat që ti po mendon, ti shprehesh në mënyrën tënde. Pra, të ulesh ti shkruash. Ti mendosh e ti stërmendosh. Ka raste kur njerëzit meditojnë edhe pa thënë asgjë. Kjo është mënyra e tyre. Kanë zgjedhur mënyrën e tyre për ta bërë këtë gjë. Edhe duke medituar pa që nevoja për të folur me fjalë, kërkon një lloj arti më vete. Kjo është pjesa e murgjve, nëse e keni parë, domethënë që nëpër filma ulen, meditojnë për orë të tëra, për vite të tëra, vetëm me një pikë uji, sepse kështu funksionon trupi, është i vetë mjaftueshëm gjatë gjithë kohës. Dhe për të mos shkuar te kjo pikë ku duket kaq e përkryer, domethënë ku njerëzit kanë arritur këtë gjë. Unë po them hapi i parë në meditim. Hapi i parë është thjesht që të gjitha mendimet e tua, ato mendimet që ndonjëherë të duken kaq të dhimbshme sa të dhem koka, literalisht të dhem koka nga mendimet, sepse duket sikur neuronet e tua e kanë marrë flak edhe thjesht i kthehen të njëjtit mendim vazhdimisht, pa arritur dot një zgjidhje, pa arritur dot një shpjegim, pa arritur dot një qartësi, ndërkohë ti as nuk përqendrohesh në diçka tjetër, sa po të shkosh për të bërë diçka tjetër, të kthehet një mendim atje, ose në çdo gjë që ti bën, do gjesh diçka që të kthen mbrapa tek ai moment i caktuar. Edhe është pikërisht pra ky moment kur ti mund të jesh duke e humbur përqendrimin. Aty e kupton që ti ke nevojë për meditim. Pra jemi nga pika kur thash që unë isha shumë kaos, që as vetë nuk e di as çfarë bëja, arrita në pikën që e kuptova që kam nevojë për meditim. Jemi në pikën kur po meditojmë, pra erdha, fillova live-in dhe jam në pikën ku përveç se po shpjegoj për meditimin, po shpreh ato gjëra që po mbezdisin. Këshilloj të jesh shumë e këndshme në momenti kur arrin ta ndalosh atë dhimbjen e kokës nga gjithë ato mendimet, nga gjithë ato neuronet që kishin marrë flak. Momentin kur ti atë këshillën që mund t'ja kesh dhënë gjatë ditës tënde të ngarkuar, gjatë ditës tënde të shfokusuar, ja ke dhënë mikeshës tënde më të mirë. Ti arrin ta kuptosh që vërtet këtë perl, këtë këshill kaq të mirë ti ja ke dhënë dikujt tjetër, ndërkohë që duhet të ishe ti ajo që e dëgjoje. Se ndonjëherë ne i themi të tjerëve gjëra që do donin të na thoshin ne, por unë vërtet ja kam thënë asaj nga
nga dëshira për ta bërë atë të ndihet mirë, edhe mendoj që erdhi momenti t'ia them vetes time. Dhe kur ti thua vetes tënde një gjë të tillë, pra kur ti arrin në pikën që fillon motivon veten, ti fillon ndjen që ajo kohë që ti ke kushtuar meditimit ka vërtet një funksion, edhe ka vërtet arrin në një pikë që të shërben, që ti e ndjen që po të shërben. Mendoj që e ndjen që duket sikur ka ardhur një zjarr fikës, edhe të gjithë neuroneve që më kishin marrë flak deri shpar, po ju hedhin atë shkumën e bardhë që i qetëson edhe atë hidrogjenin e presuar. E kupton që meditimin e ke bërë shumë mirë në momentin që ti gjen atë qetësinë.